بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Gjelle Gjelalu. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit Gjelle wa Ala tek veprat e zemrës, që neve në dersën e kaluar kem fol rreth përmirësimeve të zemrës dhe veprat të cilat e përmirësojnë zemrën e besimtarit, ndërsa sot do flasim të kundërtën e saj, veprat të cilat janë shkak që e prishin zemrën e besimtarit, e që është shumë më mirë, më rëndësi dhe është mirë me e ditë muslimani për veprat të cilat ja prishin zemrën besimtarit dhe e bajnë më të fortë se sa guri, e që e para çështje dashur vëllezër është që e prish zemrën e muslimanit është me u lidh zemra me krijesat dhe me harru krijuesin. Kjo e prish zemrën e muslimanit, pra me u lidh zemra e njeriut me krijesën, kush do qoftë ajo, qoftë në formën e adhurimit apo qoftë në formën e dashurisë, më shumë se sa me Allahun e lartësuar, e prish zemrën e besimtarit, qoftë duke kërkuar ndihmë prej tyre, qoftë duke kërkuar rrezik prej tyre, qoftë duke kërkuar rrugtim ose udhëzim nga diçka që është krijesë. Kjo kalon pastaj në adhurim, e që e prish komplet zemrën e besimtarit dhe e bën që të jetë e lidhur për krijese dhe jo për krijuesin, e kjo quhet robni. Kjo quhet robni. Për këtë ulema e Islamit thonë فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن. Robria e zemrës është më e madhe se robria e trupit. Robria e zemrës është më e madhe se robria e trupit, sepse njeriu ka mundësi që të jetë në burg padrejtisht, po zemra e tij është e lirë, e adhuron Allahun Gjelle Gjelaluhu, e din rrugën e drejtë. Ky nuk ka rob, ky nuk është i robruar, nuk është i burgosur. I robruar është ai i cili zemrën e ka të burgosur, të robruar. Sepse fal hurriyatu hurriyatul qalb, liria është liria e zemrës, më dhomadhja liria është liria e zemrës. Fal ubudiyatu ubudiyatul qalb, adhurimi është adhurimi më i madh i zemrës. Al ghina ghina an-nafs, pasuria më e madhe është pasuria e zemrës, jo e trupit. Pra liria e zemrës është më e madhe se liria e trupit. Dikush është i lirë në hecje, po është i robruar zemër. Dikush është mret me post, po është i robruar në zemër. Ti nuk i vyn asgjë mbretënia e tij, nuk i vyn liria. Sa për ulemave të Islamit me shekuj të tërë kanë qenë të burgosur, kanë qenë të maltretuar, kanë qenë të privilegjuar nga liria e lëvizjes, po zemrat i kanë pas lira. Për këtë edhe kanë thonë ulema e Islamit, me ditë mbretëri çfarë kënaqësie kem ne në zemër, do të na luftonin me shpata me na i marr atë, po nuk munden. Nuk munden, sepse kjo është punë imani, është punë besimi. Prandaj çështja më e madhe që e bën robin dhe ja prish zemrën e tij është shirku, politeizmi, mu lidh zemra me dikon në adhurim, jo me Allahun e lartësuar. E jo me Allahun Gjelle Sha'nuhu, e kjo është shkaku më i madh që e prish zemrën e besimtarit, zemrën e njeriut, kur lidhet zemra me diçka që është krijesë dhe e adhuron atë në vend të krijuesit. Qoftë ai guri, qoftë ai dru, qoftë ai lop, qoftë ai domethënë pejgamber ose qoftë ai melek, kush do të qoftë ai. Qofse lidhet zemra me ta, e prish dhe bën shirk, e Allahu Gjelle wa Ala e dënon këtë punë. Dhe ajo është rob i krijesës dhe jo i krijuesit, rob i shejtanit.
Allahu Jalla wa Ala thot për shembullin e këtyre njerëzve në Kur'anin famlar, surën Al-Ankabut, në surën e Marimangës, mathalu alladhina ittakhadhu min duni Allahi awliya kamathali al-ankabut ittakhadhat bayta. Shembulli atyre që kërkojnë mbrojtës, kërkojnë ndihmës, kërkojnë adhurues tjetër pas Allahut të lartësuar, është sikur se shembulli i Marimangës që për shtëpia zgjedh shtëpinë e vet, rrjetën e vet. E Allah thot: "Wa inna awhana al-buyuti la baytu al-ankabuti law kanu ya'lamun." E dina që shtëpia më e dobët, thot Allahu, shtëpia më e dobët është shtëpia e Marimangës. Pra, a mundesh më mbështet në diçka që ti me kërku ndihmë prej tij, me kërku lutje prej tij, me kërku kërkesa që si bën ato vetë Zoti Xhella wa Ala, qoftë në adhurim, qoftë në kërkimin e fëmijëve, qoftë në kërkimin e rrezikut, qoftë në kërkimin e gjithçkaje, a mundesh më mbështet në to? Thot Allahu, mbështetja në ta është sikurse më mbështet në shtëpinë e Marimangës, në rrjetën e Marimangës. E ajo është më e dobta. Rrjeta e Marimangës kur gjë s'mbrohen, as nuk mbrohen prej stoftit, as prej rregut, është shumë e dobët. Kështu është ai i cili i adhuron dikën me Allahun subhanahu wa taala. E Allah azza wa jall thot pastaj Zoti Jalla shanu, inna Allahi ya'lamu ma yad'un min dunihi min shay. Allah din fort mirë se çka adhuroni ju. Wa huwa al-aziz al-hakim. Allah është al-aziz al-hakim. Është i urtë, i gjithdijshëm, i gjithëposhtetshëm. Allahu Jalla wa Ala thot: "Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas." To shembuj thot ne I kem rrah për njerëzit. "Wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Nuk I merr vesh këto shembuj illa al-alimun, përveç njerëzit e dijes, përveç njerëzit e mençur. I merr vesh shumë të njerëz tjerë si marrin vesh të shembuj. Illa al-alimun, përveç njerëzit që kanë dije, njerëzit që ja kanë dro Zotit, njerëzit që e dinë që çdo adhurim tjetër përpas Allahut është I kot, sepse e prish zemrën e besimtarit. Pra dashur vëllezër, e para është shirku. Shirku I cili e prish zemrën e muslimanit, e prish zemrën e njeriut dhe e bën që të jetë siguri. Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'an në ajetin tjetër të Kur'anit, surën Al-Hajj: "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu." O ju njerëz, ju është dhënë juve një shembull, fastami'u lahu. Hapni vesh të mirë dhe ndëgjoni. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba. Ata që ju adhuroni ju pas Allahut të lartësuar, kush do të qofshin ata? La yakhluqu dhubaban. S'kan mujt me kriju asnjë mizë. Nuk mujnë me kriju asnjë mizë, që është prej krijesave më problematike që ju bën njerëzve. Mas shumë të ju shkon nerva miza, se vjen nalet, shkon apet kthehet, e Allah po thot, ju as çit mizë nuk muni me kriju. Pastaj thot: "Wa law ijtana'u lahu", sikur krejt mlidhen bashk, krejt ata që adhuroni ju pas Allahut, me kriju një mizë nuk do të mujnë. "Wa yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min." O, jo vetëm kaq, po nëse miza jo merr diçka, ju nuk keni në gjendje me amarë. Miza me unal edhe me të marrë diçka, edhe me ngrit për pjetë, ju nuk keni në gjendje me nxanë mizën me amarë. Da'ut fa talibu wal matlub, thot Allahu Jalla wa Ala, I dopt është edhe ai që ju e adhuroni, po edhe ju o njerëz që e adhuroni atë, jeni të dopt. Jeni të dopt. E dini që zemrën jo prish adhurimi I kot. Kjo zemrë e cila është kriju për me adhuru Allahu Jalla wa Ala, qofse e trajtojmë dhe në raport me Zotin e bëjmë që me adhuru dikon tjetër me Allahu Jalla wa Ala, kjo e prish zemrën e muslimanit. Shirku, politeizmi, shirku I fsheht, sepse ka dikush prej besimtarëve thotë, po mirë, po hoxha, na jena musliman, alhamdulillah, na se adhurojmë kërkon. Pas Allahut, po mirë. Ajo ke thonë të shtëpia na herë mos me shku të vallxhore grava, guxom ju përzi. Kur thojnë gratë po shkojnë atë në shelera, guxom ju përzi. Qofse si zguxon me përzi, dihet që edhe ti je pjesëmarrës në shirk. Je pjesëmarrës në kufër, në mosbesim. Ose kur thojnë gratë s'ma më lat martën, a guxon me him banja? I lutem. Kjo është shirk. Mos më prej thajt natën, është shirk.
Molat është për shingjer me hitha, është shirk, është kufër, është mosbesim. Na jena musliman, alhamdulillah, po hala kena shirk në mesin tonë. Me shku të tyrbja, të teqja, me bota rreth varrezave, me shku me put gurën e vorrit, e kështu me radhë. Hala kom popullin tonë si bestytinjat kota. Për këtë Allahu Gjelle wa Ala thot, kjo e prish zemrën, në mbështetja në krijesa, jo në krijuesin, e prish zemrën e muslimanit. E prish dhe e bën guri. Pastaj të dashur vëllezër, prej gjërave që e prishin zemrën e njeriu është teprimi në gjërat që në esencë janë të lejuara, me tepru në gjithçka. Për shembull, teprimi në gjumë, teprimi në të folme, teprimi në përzierje me njerëzit pa nevojë, për teprimin në të qeshura, e bën që zemra të dobësohet në aspektin shpirtëror, që të ndikon shejtani më shumë dhe ta ngurtëson dhe ta prish. Thot Ibn Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala, khaslatani tuqassiyani al-qalb. Dy gjëra thot e forcojnë zemrën, e bën që të forcohet, mos jetë e butë. Thot kathratu al-kalam wa kathratu al-akl. Thot me fol shumë pa nevojë, edhe me hangër shumë pa nevojë, e forcojnë zemrën. E forcojnë zemrën. Për arsye se kjo pastaj sjell pasoja, sepse thot Imam Shafiu rahimahullah, e shib'u yuthqilu al-badan, me hangër shumë pa nevojë, yuthqilu al-badan, e rëndon trupin, o yuqassi al-qalb, edhe forcon zemrën, o yuzilu al-fitna, edhe e largon mendjen prehtësinë, me hangër shumë njerëz ka mundësi me nu mirë tani se ze xhumi. O yajlibu an-nawm, pastaj thot e sjell gjumin, o yud'ifu sahibuhu 'an al-ibadah. Yud'ifu sahibuhu lil-ibadah, edhe dobëson robën për ibadet. Pastaj s'mund njeriu me bëj ibadet. Ai ke pa Ramazan, kur të hami shumë, na s'mund me livrit, Allah sonte s'po shkojnë taravih se s'po mund se pason as te nëse hami shumë, s'mund me bëj ibadet. Edhe me humor shumë edhe me bëj ibadet, nuk shkojnë të dyja, sepse e dobësojnë zemrën e besimtarit. Dashur vëllezër, shembullin më të mirë kem te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka kaluar 40 ditë në shtëpinë e tij, nuk është ndez zjarri për shkak se s'ka pas çka më ngranë në shtëpinë e tij. E ka kalu ditën e tij me ujë dhe me disa hurme të cilat i ka pas në shtëpi. Po ka qenë, domethënë, shumë i fortë në ibadet, shumë i fortë në fjalë, shumë i fortë në mendje. Për arsye se njeriu e ke pa në Ramazan është i kthjellët në trunin e tij, është i kthjellët në zemrën e tij, ka elan për mendim të mirë. Për arsye se ushqimi i tepruar e bën që zemra të dobësohet. Të dashur vëllezër, për gjërave që e prishin zemrën e besimtarit, që ne jemi duke shpjeguar, thot një problemat të Islamit i Muhammed ibn Wasil al-Izdi rahimahullah, arba'un yumitna al-qalb. 4 gjëra thot e vdesin zemrën komplet. E vdesin. Jo në ata aspektin me vdek njeriu, po me vdek për së gjallë. Në anën shpirtërore, e vdesin zemrën e njeriu. E dhanbu ala dhanb, gjuna pas gjuna. Gjuna pas gjunohet, me bot gjuna njeriu, mos më u pendu. E bën gjuna, s'pendohet, e bën gjuna, kjo e vdes zemrën. E vdes zemrën, pastaj ai çuditet me ty që vjen në xhami. Patëm muhabetin më herët. Ai çuditet me besimtarin që shkon në xhami. Ai që shkon në xhami për to është ai ti si e mirë, domethënë, ai ty si e mirë. Pse i ka vdek zemra. I ka vdek zemra për së gjallë. Sepse gjuna pas gjuna, vdes zemra, pa pendim. Edhe tani e keqja duket e mirë, edhe e mirja duket e keqe. Pastaj, wa kathratul muthafanati an-nisa wa hadithihin, edhe me fol shumë me gratë huaja që se ki halal edhe me nejt me to, e prish zemrën, e vdes zemrën e muslimanit. E vdes zemrën e muslimanit. Dhe e bën që të vdes ajo. Edhe pastaj të lidhet me dikon tjetër, jo me Allahun, Jalla shanuhu wa taqaddasat asma'uhu. Pastaj thot ky prej ulemave të Islamit, wa mulahaqati al-ahmaq, edhe me nejt me ahmakin shumë, ta vdes zemrën. Me njërin ahmak që është, ahmak është njëri që s'është mirë. E ka një dra seksek, i thojnë populli unë. Flet pa lidhje, rrin pa lidhje, bën gjëra pa lidhje. Me nejt me ahmakun shumë, ta vdes zemrën. Sepse ai që s'o mirë, edhe ti e shoqëron non stop,
edhe fol me të, ai fol me ty, ti tani bash njëjtë me të. Se ndikon edhe në psikologji kur ta mësojsh. Fëmiu i cili është i smur, fëmiu i cili është me autizëm, nuk bën me alan me fëmijët që janë mirë. Ti më shko te psikologu të kallzon, tregon, sepse ndikon ai te ky që është mirë. Ndikon për së keqi. Dhe jo kundërta. Du të më marrë, domethënë me trajtu shumë mirë ato profesionisti derisa me e kthy në binar të shëndosh. Edhe njeriu i shëndosh, me nejt me ahmakin non stop, tani. I vdes zemra, i ngjason atij. Pastaj thot u mujalasatu kulli ghanin mutrafin. Po thot ky dietar u mujalasatu al-mauta, thot edhe me nejt me të vdekurit. Dikush e pyeti thot o dietar, çish rre njëri me të vdekurit. Ai ka cilësu dy kategori njerëzve të vdekur për së gjallë. Thot qil wa ma mujalasatu al-mauta qal mujalasatu kulli ghanin mutrif. Ka thon i vdekur është ai i cili është i pasur mendje madh. Mos rre ka thon me të pasurin mendje madh se ta vdes zemrën. Pasuniku mendje madh ta vdes zemrën. Sepse ai nuk thret në gjërat e mira, ai thret në gjërat e liga. Ai është mendje madh. Ai mendon që krejt tjetër janë një nën to, veç ai është lart. Edhe i thret njerëzit në cilësitë të tilla të dobta të këqija, edhe nuk e din që Allahu xhallahu ala është ai i cili ja ka dhënë pasurinë dhe ai mund m'ia marr krejt. Edhe ai mundet m'ia marr krejt. Pastaj thot was sultanin jair, edhe mos rri me prisin që është zullumçar, sepse ta vdes zemrën. Prisi që është zullumçar, ta vdes zemrën. Me nejt me to, me i boshoqnia ti, me arrej krahun, ai ta vdes zemrën, sepse o zullumçar. Mbështetja zullumçarit bën që edhe ti t'jesh pastaj zullumçar dhe i padrejt. Dhe muslimani, për me rujt zemrën e tij, du të me urujt nga këto kategoritë e njerëzve, në që të arrujt zemrën e tij të shëndosh. E jo për shembull, me nejt me njerëz të tillë, e sot dash me smu zemrën, shhen parlamentonin, domethënë ka me të vdekë zemra me e. Ose këshëri ata që ka bojnë televizion, hiç mos i këshërë, se Allah është droqja dha, ty të vdes zemra, mi këshirë në stop. Sepse një prej ulemat e Islamit një Ibrahim ibn Adham thot, kathratu nadhri ila al-batil tadhhab bi ma'rifati al-haqqi min al-qalb. Thot Ibrahim ibn Adham, një alim prej ulemave të mëdhaj të Islamit, me shiku thot kotën shpesh, non stop me shiku të kotën, e largon nga zemra njohjen e të vërtetës. Kjo shumë rëndësi me e ditë musliman. Me shikut kotën çdo ditë, të bën që nga zemra me ta hek Zoti njohjen e të vërtetës. Edhe pastaj ty doket e kota e mirë. Prandaj muslimani jo çdo ditë duhet me nejt para ekraneve televizive dhe me ngu çdo njeri. Çdo njeri që del aty ti me ngue, me të prish zemra, me unë evrikos, me fy pastaj pa lidhje, me çu kohën kot pa lidhje. Mi këshir njerëzit që janë kategori e ulët e nivelit që me ta fy inteligjencën edhe ti me ngue të kotën për ditë, sepse ta largon pastaj njohjen e të vërtetës në zemër. E largon pi zemrës. Prandaj neve çfarë shim të jem të ma xhepsur mas ekraneve televizive dhe ne jem populli but në esencë. Dhe ne mendojmë që si të folë shqip, ajo është njëri mirë. Po jo, pa dhe shejtani din shqip. Dhe shejtani din gjuhën shqipe. Jo që çdo kush që folë shqip është njëri mirë ai. Të duhet me marrë vesh njëra për gjithmonë. Armiku më i madh gjithmonë shpionat më të mëdhej ka pas në mesin tonë kanë folë shqip, kanë sos, krejt gramatika, e të kuptu. Jo çdo kush që i del dhe folë shqip, ai mundet me qenë miki joti edhe me dhonë vlera. Prandaj duhet me e di kon me shiku, kon me ndëgju, para kujt me nejt për para, kështë më ra. Mënyrë që me rujt zemrën muslimane. Thënë të një njeri i mençur i bashkohorët të ne jemi qaq të butë të ke, sa që me qitë një lokë në televizion, falin shprejë dhe ke, edhe për ditë me e qitë edhe me alshu himnin, të të mendojnë popullit që të tamull më shumë. Qasi jena të keni që ndikohemi nga të tjerët. Për ditë të kemi alshut në njëjtën që është jena mendojmë që po t'jalshojsh që të qumsht më shumë.
Kështu jo, muslimani duhet me rujt zemrën e tij, sepse thot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha. Thot e kom shikuar që edhe kom vrejt që dhunubu tumitu al-qulub, gjunahet i vdesin zemrat. Wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha, edhe e nënçmojnë në robin në qoftë se vazhdon në to. Ka marrë një kohë që kanë me të nënçmu gjunat, sepse Zoti xhallahu ala nuk e doron njeriu që jetoj domethënë me 2-3 fytyra, pa e shfaq ato që e ka në brendsinë e tij. Wa tarku dhunubi hayatul qulub, lënia e mëkateve është jetë për zemrat, wa khairu li nafsika isyanuha, edhe më mirë për ty është lënia e tyre. Lënia e tyre. Për këtë arsye, thot një prej ulemave të Islamit, një tefsirolog i madh, komentatues i Kuranit, al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, thot zemra i ngjason dorës, shuplakës së dorës. I ngjason shuplakës së dorës. Sa herë që e bën një gjuna, një gisht mbyllet. Gjunau tjetër, gishti mbyllet, tjetri mbyllet, bëhet grosht. Për këtë Allahu e quajnë surën al-Mutaffifin ar-Ra'n. Kur të mbyllet zemra prej gjunave, ma nuk nin asgjë. Allahu azza wa jall thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nuk është ashtu siç mendoni ju, po është ran, është mbyll zemra e tyre, nuk ndëgjon më kur gjë. Ala ma kanu yaksibun, për shkak të veprave të liga të tyre. Për shkak të veprave të liga të tyre kanë bërë që të bëhet kësaj. Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, dhe përfundojmë dashur vëllezër, thot zemra e njeriu i ngjason pemës. I ngjason pemës. E veprat e mira i ngjasojnë ujit që e ujit pemën. E gjunaat i ngjasojnë ndaljes së ujit. Një pemë thot e cila nuk ka ujë për ujitje, me kalimin e kohës thahet dhe është lëndë djegëse për zjarr. Bëhet gati me qenë lëndë djegëse për zjarrin. Njeriu thot, kur bën non-stop gjunahe dhe mëkate, edhe nuk pendohet, nuk i ndërpren ato, zemra thahet dhe bëhet gati me qenë lëndjegëse e xhenemit. Subhanallah. Çfarë fjalë të madhe thot Imam Tirmidhiu rahimahullah. Pra kur pema thahet, bëhet lëndjegëse e zjarrit. Kur zemra thahet prej gjunaheve, bëhet lëndjegëse e xhenemit. Në qoftë se dëshirojmë me qenë pema që duhet me ujit atë në mënyrë që të binë. Në qoftë se ne dëshirojmë që zemra jonë me qenë e njum, e butë, e afruar tek Allahu xhalla xjalaluhu, duhet me bë vepra të mira sa më shumë dhe me ndërprej mëkatet në mënyrë që uji i imanit mos i ndërpritet zemrës, sepse po i ndërpritet ajo thahet dhe bëhet lëndjegëse e zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit dhe na ruaj nga zemrat e vdekura. Këto pra janë disa, dashur vëllezër, disa gjëra të cilat e vdesin dhe e prishin zemrën e besimtarit dhe zemrën e njeriu, dhe në dersën e kaluar ne folëm për gjërat të cilat e përmirësojnë zemrën e njeriu, për të vazhduar inshallah taala edhe në dersën e radhës me tema të tilla në mënyrë që ne si besimtarë ta përmirësojmë zemrën tonë dhe dalmë para Zotit faqebar duke lutur Allahun na fal neve dhe juve. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.